cilat janë të drejtat më të rëndësishme që shumica e njerëzve nuk i dinë. Ka veçu një tri. E para kisha thonë është ajo që ti si qytetar ki drejt me hesht dhe nëse më përgjigj para cilit do institucion pa prezencën e avokatit. E dyta është ajo që pavarësisht a e ke avokatin aty ose jo, ti ki drejt me hesht komplet në tërësinë se cilën fazë procedurës dhe kjo nuk mundet me të marrë si rrethana rënduse për veprën për cilën dyshohesh. Edhe e treta që është shumë e shfaqur dhe them kështu aktuale është pasvordi i telefonit. Askush nuk ka drejt me ta marrë në mënyrë të dhënshme ato nëse ti nuk dëshiron me nda, pavarësisht a është polici, prokurori apo secili institucion. E vetëm një mënyrë që shumë më marr ajo është mënyrë të kushtimisht të dhënshme dhe ajo kur kemi një vendim të gjykatës e cila janë ndërhyrje teknologjike në pajisjen tonë. Pra me vullnetin tanë ai kod ose kundër vullnetit tanë kur nuk mund të më marr dhe për këtë s'mosh me pas asnjë